Nëse vuani nga gazra dhe kapslëku, pini 3 glënka nga kjo pije dhe do të shpëtoni përgjithmonë. Zorra e trash është pjesë e sistemit tretës. Ajo është përgjegjëse për nxjerrjen e kriprave të dëmshme jashtë, për punimin e lëndëve ushqimore, për punimin e ushqimit, i cili nuk është tretur në zorrën e vogël dhe eliminimin e mbeturinave nga trupi juaj. Megjithatë, kur nuk funksionon si duhet, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Fillojnë që të përkthehen edhe në rritje të toksinave, në vend që t'i eliminojnë ato, zorrët fillojnë edhe të shkaktojnë probleme siç mund jenë dhimbjet, fryrjet, probleme të kapslëkut, probleme me gazrat, shtim në peshë, energji e ulët, lodhje dhe probleme të tjera kronike. Këto probleme mund të shkaktohen edhe nga ushqimet e gatshme dhe të paketuara, dhe duke përfshirë këtu edhe rritjen e elmimeve në organizëm. Por me ndihmën e pastrimit të zorrës së trash, ju lehtë do t'i hiqni qafe toksinat nga organizmi dhe do të rrisni gjithashtu funksionet normale të saj. Kjo gjendje do ju ndihmojë në rritjen e niveleve të energjisë tuaj dhe në përmirësimin e absorbimit të vitaminave dhe lëndëve ushqyese të trupit. Ka shumë trajtime në dispozicion për pastrimin e zorrës së trash. Në këtë video, sipas Step 12, do të rendisim disa nga produktet më të rëndësishme që i keni në shtëpinë tuaj, të cilat ju ndihmojnë në pastrimin e zorrës së trash. Dhe mjekët herbalist dhe ata të shëndetit i citojnë ato si një përzgjedhje ideale. Nëse vuani nga problemet të zorrës së trash, konsumoni më shumë ujë në dietën tuaj. Për pastrimin e zorrës së trash, gjëja më e mirë që mund të bëni është të pini shumë ujë. Është domosdoshme të paktën të pini 10 deri në 12 gota ujë mineral në ditë. Konsumi i rregullt i ujit do t'i japë trupit lëngun dhe lubrifikimin e nevojshëm për të larguar toksinat dhe mbeturinat e dëmshme nga trupi. Kjo mund të arrihet përmes një mënyre më të shëndetshme. Pirja e sasive të mjaftueshme të ujit në dietën tuaj ditore do të luajë një rol produktiv në mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tretjes. Gjithashtu, uji është thelbësor për mbajtjen e trupit tuaj të hidratuar dhe më të mbrojtur. Së bashku me ujin, ju mund të pini edhe lëngjet e frutave të freskëta dhe lëngjet e perimeve. Në listë rekomandohet të shtohet lëngu i mollës kombinuar me kumbulla të thata, të cilët do të përbëjnë një element laksativ mjaft të rëndësishëm për lehtësimin e problemeve të zorrës së trash. Lëngu i mollës është një përzgjedhje efektive, e cila mund të japë rezultate të mira në sistemin e zorrës. Lëngu i freskët i mollës është një nga mjetet më të mira për pastrimin e zorrës së trash. Pirja e lëngut të mollës inkurajon rregullisht lëvizjen e zorrëve, heq toksina dhe përmirëson shëndetin e mëlçisë dhe sistemin tuaj tretës. Filloni ditën me një gotë lëng molle të pafiltruar. Pas 30 minutash pini një gotë me ujë. Dhe përsëriteni këtë rutinë derisa gjatë gjithë ditës të vazhdoni për 3 ditë me radhë. Gjatë këtyre 3 ditëve, ju gjithashtu mund të pini një gotë nga lëngu i kumbullave të thata, të cilën mund ta blini edhe të gatshëm. Thjesht të zjeni kumbullat në ujë. Pini 1 deri në 2 gota në ditë dhe gjithashtu do ta keni më të lehtë të menaxhoni më mirë situatën tuaj shëndetësore. Në qoftë se ndjeni të vështirë tretjen, konsultohuni gjithashtu edhe me mjekun specialist. Lëngu i limonit është një tjetër përzgjedhje efektive, e cila mund të japë rezultate të mira në shëndetin tuaj. Limoni ka veti të mira antioksiduese dhe përmbajtje e lartë e vitaminës C është e mirë për sistemin tretës. Prandaj lëngu i limonit mund të përdoret për pastrimin e zorrës së trash. Përzihet lëngu i një limoni me një maj luge, kripdeti dhe një lugë çaji mjaltë në një gotë me ujë të vakët. Pijeni këtë lëng me stomakun bosh herët në mëngjes. Kjo do ju ndihmojë të gëzoni më shumë energji, lëvizje më të mira të zorrëve dhe gjithashtu edhe gjendje më të mira të shëndetit të lëkurës. Për të larguar mukozën toksike të zorrëve, shtoni 2 lugë lëng limoni të freskët të shtrydhur në një gotë me lëng molle. Pijeni këtë 3 ose 4 herë në ditë. Ndiqni secilën në mënyrë respektive dhe gjithashtu do të keni përfitime të duhura. Lëngu i perimeve të freskëta gjithashtu mund të jetë
Një alternativë e çmuar e situatave tuaja dhe lehtësimin e komplikacioneve të tretjes. Për pastrimin e zorrës së trash është e domosdoshme të mbani larg ushqimet të përpunuara dhe ato të gatuara me shumë yndyrë. Në vend të ushqimeve të para përgatitura, pini lëngje të freskëta të perimeve disa herë në ditë. Perimet e gjelbra në veçanti përmbajnë klorofil që ndihmon në largimin e toksinave. Gjithashtu, vitaminat, mineralet, aminoacidet dhe enzimat e tyre janë pjesë përbërëse e dietave tuaja, që mund të luajë një rol produktiv pozitiv në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ju gjithashtu mund të konsumoni edhe çajra natyral bimor, aminoacidet e të cilave do t'japin rezultate fantastike. Është e këshillueshme që në dietën tuaj të përfshini sa më shumë produkte natyrale, por edhe ato me përmbajtje të mirë të enzimave do të largojnë efektet e mbetjeve në trupin tuaj. Ju mund të bëni shumë lehtë lëngje të freskëta të perimeve, siç mund të jenë për shembull karrotat, panxari, misër, kungull, spinaq, gjithashtu edhe produkte të ndryshme, të cilat të kombinuara si duhet në dietën tuaj do të luajnë një rol pozitiv në betejën kundër shqetësimeve të tretjes dhe komplikacionet të saj. Ushqimet të cilat janë të pasura me nivele shumë të mira të fibrave do të jenë një përzgjedhje shumë e çmuar e shëndetit tuaj, gjithashtu edhe lehtësimin e problemeve të tretjes. Duke ngrënë më shumë ushqime të pasur me fibër, ju do të ndihmoni zorrën e trash për të pastruar toksinat e dëmshme. Fibra ndihmon në mbajtjen të butë të hapësirave të brendshme të zorëve dhe përmirësimin e lëvizjeve të tyre, të cilat në fund t'inkurajojnë trupin për të dëbuar mbeturinat e produkteve të rënda. Në të njëjtën kohë, ushqimet e pasur me fibër gjithashtu ndihmojnë në heqjen qafe të çdo problemi dhe mund të përmirësojnë zorrët. Ju mund të shtoni më shumë fibra në dietën tuaj duke ngrënë fruta të freskëta si manaferat, dardha dhe mollët, si dhe perime të freskëta si artiçoka, bizelet dhe brokoli. Drithrat, arat, fasulet dhe farat gjithashtu përmbajnë një sasi shumë të madhe të elementeve ushqyes të fibrave. Një tjetër produkt fantastik i cili fare lehtë mund të shtohet në dietën tuaj ditore është gjithashtu edhe kosi. Kosi natyral i para përgatitur vetëm në shtëpi do të kthehej në një aleat të vërtetë të organizmit në betejën kundër problemeve të tretjes dhe lehtësimin gjithashtu të shqetësimeve të kapslëkut. Duke qenë se është një ushqim i pasur me probiotik, kosi veçanërisht ai i kulturave të gjalla dhe aktive, është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të shëndetit, gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Nëse jeni një person që vuani nga këto shqetësime, shtimi i kosit në menun tuaj ditore mund të jetë një zgjidhje e mirë. Ai mund të mbajë larg edhe inflamacionet e zorrëve. Përveç kësaj, kosi përmban një sasi shumë të mirë të kalciumit që dekurajon rritjen e qelizave që mbështetin edhe zorrën e trashë dhe krijojnë komplikacione. Ju gjithashtu mund të përzgjidhni edhe ndryshe produkte natyrale, sidomos kosi i para përgatitur vetë në shtëpi në mënyrë natyrale do të jetë përzgjedhja më e mirë në dobi të shëndetit. Nëse vuani nga problemet e zorrës së trashë, shtoni në dietën tuaj edhe farat e lirit. Farat e lirit janë burime të acideve yndyrore omega-3. Antioksidantët dhe fibrat natyrore që gjenden te to, duke shtuar farat e lirit në dietën tuaj në një mënyrë të shkëlqyer, do të ndihmoni në pastrimin më të mirë të zorrës së trashë. Farat e lirit do ta thithin ujin dhe do të zgjerojnë gjithashtu zorrën, duke ndihmuar kështu në largimin e toksinave, ndërsa materiet e mbeturinave kalojnë më lehtë jashtë. Përveç kësaj, farat e lirit ndihmojnë në parandalimin e problemeve të radikaleve të lira, sëmundjeve të zemrës dhe diabetit. Ju gjithashtu mund t'i shtoni farat e lirit në drithrat tuaja të mëngjesit, në kos, në fruta ose në ushqime të tjera të shëndetshme, por nëse vuani nga komplikacione të rënda, sigurohuni t'i përdorni ato me kujdes. Gjithashtu është e rëndësishme që nëse keni probleme me zorrën e trashë, të adresoni shqetësimin tuaj tek mjeku përkatës. Është e vetmja mundësi dhe element pozitiv që ju ndihmon të menaxhoni këto komplikacione dhe të sillni gjithashtu në ndihmë të plotë shëndetin tuaj. Vëmendje.
Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.